prej 2 vjetësh gati atje për Balltik, kështu që do doja ti krahasonim pak këto 2 vende si fillim dhe pastaj flasim natyrisht më tej për politikën në Shqipëri, sepse ne kemi 2 protesta që ngjajnë në kuptimin që janë të dyja të paorganizuara, nuk janë një forcë politike, po janë protesta që këmbgulin të ballafaqohen si qytetare me regjimin. Kemi 2 personazhe, Vučić dhe Rama, që ngjajnë me njëri tjetrin, po njëri e jep dorëheqjen e thotë shkojmë zgjedhje, tjetri nuk e ka ndërmend të gjë, dhe kemi pastaj dhe Bashkimin Evropian që ka edhe shpresë që mund të ndërhyjë dhe të thotë gjëra, ka dhe shumë zhgënjim, edhe në Serbi në fakt, edhe në Shqipëri, me deklarata që janë bërë që as mish as peshk e kështu me radhë që ne njohim. Kështu do doja në këto 3 rafshe ti krahasonim njëherë, janë të krahasueshme apo jo? Po, duke nisur nga ajo që është më rëndësishme, ne kemi 2 lëvizje të mëdha masive qytetare për të rrezuar 2 regjimet e fundit që kanë mbetur në rajon. Janë 2 regjime që ngjajnë me njëri tjetrin në kuptimin e kapjes së shtetit, si në Shqipëri ashtu edhe në Serbi. Në Shqipëri kemi një përzierje edhe të lidhjeve të pushtetit me krimin e organizuar, që është ekspozuar gjërësisht edhe brenda Shqipërisë edhe jashtë kufive të Shqipërisë, por është bërë edhe tashmë fakt i kryer në kuptimin e ndjekjes penale që po bëhet edhe nga gjykata e posaçme dhe prokuroria e posaçme në Shqipëri. Veçanërisht me lëvizjet e fundit ne kemi parë dosje që kanë nisur herët nga prokuroria për të hetuar, por që ekspozojnë lidhjet e krimit të organizuar me pushtetin dhe qarkullimin masiv të parave që burojnë nga krimi organizuar, dhe flasim për shifra marrëmendse që shkojnë gati sa buxheti i gjithë Shqipërisë. Po ti mbledhësh të gjitha së bashku, për aq sa janë ekspozuar se mund të shkojnë edhe më shumë. Ndërkohë në Serbi kemi një tjetër përzierje përveç kapjes së shtetit, edhe aty kemi elemente të krimit të organizuar padyshim, por atje është edhe një element tjetër që lidhet me qëndrimet proruse të Serbisë dhe tendencat që ka herë pas here Vučić për të destabilizuar rajonin, duke ndikuar tek aktorë të tjerë politik në Bosnjë Hercegovinë, në Maltëzi, në Maqedoni, apo edhe tentativat për të shkaktuar provokime apo situata në Kosovë, siç e kemi parë gjatë viteve të fundit. Por tani në të dyja vendet, si në Serbi dhe në Shqipëri, ka një realitet të pamohshëm që shoqëritë janë zgjuar dhe kërkojnë ndryshim. Në Serbi ky zgjim shoqëror ka ndodhur shumë më shpejt sesa në Shqipëri, atje ka patur një opozitë dhe vazhdon të ketë një opozitë shumë të dobët, të parcelizuar në shumë parti të vogla, të cilat nuk mblidhen në një emërës të përbashkët, nuk arrin të koagulohen në një forcë të vërtet opozitare, sepse regjimi i ka shpërtalluar, i ka shpërndar me sukses për gjatë gjithë këtyre viteve. Mirë po atje, duke parë parasysh skandalet që ndodhen përpara 2 vjetësh dhe më shumë, që kulmuan me prishjen e stacionit trenit në Novi Sad, zgjuan një revolt qytetare që paraprihej nga studentët dhe të rinjt. Më pas kësaj vale ju bashkuan edhe shtresat e tjera qytetare, ju bashkua dhe opozita, pra këto ju bashkuan me vonesë, por ju bashkuan dhe megjithatë kjo forcë e madhe qëndrese nuk ka arritur të prodhojë një drejtim politik, një kokë politike që të marrë formën në një parti politike opozitare dhe që të mundet që të sjellë ndryshimin politik ose rotacionin politik në Serbi. Përveç kësaj, në zgjedhjet e fundit në Serbi ne kemi parë që përplasja dhe përballja e regjimit edhe me ato që janë parti opozitare në Serbi ka arritur kulmin, sepse në zgjedhjet e pjesshme të fundit përpara pak muajsh ne kemi patur deri në përplasje fizike me skena me armë brenda qendrave të votimit dhe incidente të tjera të cilat nuk kanë kaluar pa u shënuar edhe nga këto organizatat ndërkombëtare, qoftë nga Këshilli i Evropës, qoftë nga OSBE-ODIHR-i, qoftë nga Bashkimi Evropian, dhe kanë mbajtur qëndrimet e veta. Mirë po në Serbi, siç e thash, ka një situatë më specifike, sepse nuk ka një forcë të madhe opozitare në kuptimin e një partie politike që të bëhet udhëheqësja e gjithë kësaj ose të marrë kapitalin politik të gjithë këtyre protestave.